Hej, miq, jemi rikthyer si çdo të martë në takimin e radhës këtu në Okult Sport me Kristin. Amo djalkë, Mo vini, qa bëhet? si jeti? Po mirë, Mirë. po mirë. Punta e këtij misioni është nga strategjia që Federata Shqiptare e Futbollit ka nxjerr. Vision to victory? Victory. Po pse victory? Ne do apo? t'i bëjmë tani një Victoire. kështu është për fitore. Po, Ne do t'i bëjmë një përmbledhje gjithë strategjisë që ata kanë nxjerr para 2022-shin, para 4 vitesh. 2022-2026. Futbolli për kombin, po. Po, Ka ty kanë nxjerr disa synime dhe unë e kam atë materialin e plot. Mundova të shkëputja disa foto. Dhe ne do t'i komentojmë bashk. qa nëse kanë bërë, këto- qa s'kan bërë. Po. Po. Po jo, e ke bërë se ke bërë. E ke bërë se ke bërë. Në fjalën që duka mbajti te kjo prezantimi i kësaj strategjisë së re, u duk që disa pika ata i pranuan që nuk i kanë realizuar. Domethënë kanë po me një lloj metodike që 50% i realizuar, 50% e planit, domethënë. Për shembull ato me fushat, 100 fushat. Po pra ti themi të gjitha. Po, okay. U ti vendos drejtori tani Futbollin e femrave. Po. futbollin e femrave me radhë të gjitha. Okej. Sepse ne synime mund të nxjerrim, more, puna është edhe synime duhet të kenë një lloj baze kur ti e nxjerr atë si synim. Të Eksakt. kesh një lloj marshi apo një lloj s'mund t'ja fusim tani ku dalim kampion bote dhe Kur janë zgjedhjet? zgjedhjet janë në 16 shkurt mos gabojësh asambleja. Me fjalë mas 2 javësh. Po. Okej. Ka kandidat Duka? Jo. Si dihet në fund? Pa çka kandidat për një mujor. Kandidati del 3 muaj, 3 vite para, 2 vite para, Po. bën fushat. Nuk bë del një muaj para, po ti një muaj para është kandidat që kanë futur vetë ta. Ndërkohë Duka sapo mbaron zgjedhjet, të nesërmen fillon për 4 vite të ardhshme. Ai ka thënë që nuk ka punë më të mirë për momentin. Po. Një gjë tjetër për të bërë, kështu që po bën presidentin e federatës. Okej. Sa ishte angazhuar aty në UEFA me punë të tjera. Po. Tu të ne po unë thot gjithmonë një kolegu jon që ta marrin më mirë në UEFA, ta mbajnë aty, se mund të jap aty mendime shumë të mira. Kush është ky? Po, nëse shën si ka. Okej. Vazhdojmë drejtor me Ec. këto pikat synimet që federata tani këtu thotë auditimi plot për cilësinë e sasinë e fushave deri në 2022-shin, këtë mund ta kemë bërë. Ndërtimi 100 fushave me bar natyral deri në vitin 2025. Sa janë bërë? Po tani unë mundova të nxjerr një listë me bar natyral. Po. Mund të jenë bërë një aneksi saj reshit rusi, artificial, luzi stadiumi luzit, që them që është rinovuar si fushë, fushë e re që mund të rinovuar. Kjo është Gjirokastrës, Ajo është Jakut. 2, është Jakut 3, janë bërë në Divjak më duket një fushë natyrale 4, pastaj Gnatja që është bërë stadiumi 5, edhe Kuksi mund të bërë një maksimumi po 10. them maksimumi 10 fusha. Pra mungojnë 90. Po. Mungojnë. Okej. Po, Pra jo. janë shumë, po tani 100 fusha natyrale. Dhe tani nga çfarë, se unë pyeta për këtë. Po. Dhe pse nuk bëhen fushat natyrale? Mund ta kthej drejtori pak te ne, pas ta vendos prapë të njëjtën foto. Ta prekim pak këtë. Natyralja ka shumë mirë mbajtje vini. Po, patjetër. Këtu nuk ka njerëz që din të mirë mbajnë fushën. Më tregoi dikush kur erdhi inspektim aty UEFA-s, shkuan në Lushnjë dhe hapën derën, erdhi eroja, hapi derën e stadiumit, u fut aty dhe pa fushën, kështu i tha, ku është eksperti i fushës? Tha eroja, unë jam i. Priste ekspertin e fushës ai. Po. Kështu që me gjithë respektin duhet edhe klubet në momentin që ti ju bën një fushë natyrale, duhet që ta mirëmbash. Kemi disa, për shembull ai e mban shumë mirë atë fushën e Elbasanit, ai Padyshim, Xhoda, padyshim. që vdet Laçi Laçi e mban shumë mirë. Dhe në Laç po bëhen disa fusha të tjera. Është një projekt që po bëhet me 3 fusha. Po, Po bëhet një kompleks. po, e kam parë, po. Aty do bëhen besoj natyrale dhe me bar artificial. Po gjithsesi, bar natyrale është ajo që ne duhet të mëshojmë sepse shmangim dëmtimet, Patjetër. rritim cilësinë. Një fushë me bar natyral normalisht shprehesh më mirë se sa në një fushë me tapet. Po kryesore është një Kryesore është dëmtimi, shmang Shmang dëmtime. dëmtime, domethënë ti nuk e
e dëmton atë lojtarin, që është gjë kryesore. Ke një po them një garanci që ai lojtar ty nuk do të dëmtohet për shkak se taka nuk ngulet në barkun tapetë. Eksakt. Kështu që me bara natyral janë shumë e lushnjë s'është bërë, edhe e ke parë si ka përfunduar, s'e kanë mirë mbajtur, se e përmenda. Edhe në Gjirokastër. Fushë natyrale kanë bërë, po duhet edhe klubet merren disa njerëz vini, çojnë në trajnim, të lloj pike, kështu mirë mbahet fusha. Urdhro rrogën mujore, 2 njerëz, një paradita, një mbasdita, me turna kaq. Jepi 2 rroga në klub. Do kujdes ajo. Normalisht më do. Ne këtu akoma jemi njerëz. Akoma jemi amator. Pse mos gjeno 2 vende pune? Patjetër, po do shumë seriozitet ajo punë, se ato duan trajnuar. Po. Po e pra, po. Ore trajnimi është gjë, ka bërë mbajmën federata trajnime me këta. Dhe janë 2 ju ka sjellë dhe pajisje. Të mirë mbajnë, po puna është nuk e kanë nuk e kanë në vullnetin e tyre që ta mirë mbajnë, është çështje shqiptari, nuk është çështje tjetër. Jam i sigurt. E vendosin pra fotodrejtorët, vazhdon me fushat pasaj artificiale. Kjo ndërtimi i 10 fushave stërvitore me barë artificial deri në 2025. Kjo është arritur. Me barë artificial janë bërë më shumë se sa 10. Po kanë kompensuar ato. Po, që nga kompleksi Partizanit, aneksi Kuksit. Po. Një Nori Kumësh për një, në Malish, aneksi Skënderbeut, në Nikodovana janë bërë po ashtu, Dinamos janë bërë 2 fusha. Çudia me Dinamo. Kishte për të bërë një fushë natyrale dhe një fushë me barë artificial. Bën kërkesë vet klubi që fusha me barë natyral të jetë dhe ajo artificial. Po pse? E kuptoj. Nuk e di. E ke sigurt? Po. Ishte muhabet kështu dhe si ka mundsi. Nuk e di se kuptoj. Mirëmbajtja. Është e gjitha mirëmbajtja, ndoshta i vret nuk janë akoma në atë mentalitetin e një klubi evropian. Që kaq lek ne do i shpenzojmë edhe për fushën, se nuk shkon. Këta sikur si duan lojtarë, apo këta sikur i kanë të asmit, nuk i kanë lojtarët e tyre në kontratë. Se këtu mos e kuptoj këtë gjë. Në Tiranë dhe në rrethina ne kemi 300 ditë diell, kështu që nuk e pengon asgjë të ketë një fushë. Kur e mban është një, më kujtua tani në Bilisht, Kristi. Po? Është një Ago e ka ai, alias Duçka i thrasin. Ai e mirëmban atë fushën si ta kishte fëmijën e vet. Pra kur e mirëmban në Bilisht me bar natyral, që aty është me egër. Njerëzit e pra, që janë pasion, plus që t'i shpërblesh me një rrogë. Dinamo kërkon vetë të jetë me bar artificial, por kjo s'ka kutri. E vendosim edhe një herë foton drejtor prap, të jetë në foto, tim prekim do pikat. Përfundimi i punimeve në shtëpinë e futbollit deri në vitin 2023. Kjo është e diskutueshme sepse punimet aty s'kan mbaruar, tani do nis për hotelin, po bëhet një fushë tjetër. Atëherë mund ta kem pasur këto 2 fusha tribunën. Ato 2 tribuna me kapacitet për 500 vende është vendosur. Po i ka bërë. Aty në shtëpinë e tyre e kanë bërë normalisht. Edhe kjo në Kamës është bërë, domethënë, këto që menaxhojnë vet. Po. Pastaj ndërtimi të paktën 10 fusha me barë artificial për superioren deri në 2024, thotë, dhe investime me ndriçim në pjesën teknike të stadiumeve deri në 2022. Te kjo ndriçimi Tirana për shembull ka Selman Stërmasi s'është me ndriçim. Jo, Selman Stërmasi është me ndriçim, po s'pagon. Jo, nuk më di që ka defekt një nga projektorët, një nga këto kolona. Ballçi është pa ndriçim. Po. Laçi është pa ndriçim. Një fush me ndriçim në Ballç, nuk e di pse. Po se nuk bëhet. Po çat bëhet me ndriçim. Po pse po? Apo thua s'ka njerëz natë. Po në Ballç në orën 1 të shkosh, duket sikur është ora 10 mas dite në darkë. Lutem. Kjo punë e fusha, domethënë, në gjithsej këta kanë nxjerrë një statistikë, kanë thënë që për një fushë për 18.981 banor kemi ne sot në Shqipëri. Dhe me llogarinë që u bëra me sipas Instatit, censit të fundit që u bë në Shqipëri, që janë diku te 2.400.000 po ezek për mbullakos banor, i bie që se të jenë 126 fusha. Ja, sir. Jo, aq janë më vinë, aq janë tani? 126 fusha. Ku janë? Po janë, po të në gjithë Shqipërinë. 126 fusha. Je sigurt që janë?
Po tani me shifrën që thonë këta që një fush për 19.000 po them banor, aq i bie. Po ti shohësh, po flas me gjithë stadiumet, aq i bie. Okej. Sepse po të numëroj vetëm në mandatin që Duka e zauroi tani 2022-2026, fusha e re është bërë kompleksi Partizanit, aneksi Kuksit 2, stadiumi Kuksit 3, i Orikut 4, stadiumi i Vorrës 5, në aneksi Vorrës 6, 2 fushat e Dinamo 8, një në Kamës 9, një të shtëpia e futbollit 10, tani po mbaron një tjetër 11, një në Shtojë Shkodër 12, një në Jubani, po. 13, është një në Durrës Bernardina Qeraxhia 14, stadiumi Ignatias 15. Dhe 11 të tjera, 2 në Prenjas, 2 në Gjirokastër, një në Katuntëri, një në Pical, një në Valias, 3 në Laç, një në Kruj, janë duke në punime, duke u ndërtuar. Do me thënë, me një llogaritje i bie 16, 27, pak këto rekonstruksionet, për shembull në Maliq apo aneksi Ballçit, Reshit Rusi, Nikodovana, në Luz. Do me thënë, janë shtuar diku te 25 fusha, po të shohësh në krahasim me këto, janë shtuar, po prap janë pak. Në krahasim me synimet që janë vendosur. Dhe për të thënë që i kanë rënë shkurt, kanë vendosur fusha me barë artificial. Që normalisht dhe ato ka një gjatësi më të madhe se sa ajo me barë natyral. Kështu më rezultoi mua 126 fusha. Po duash një ditë se unë do ulem, do i mbledh të gjitha nga maja e veriu deri në fund fare sa fusha kemi ne. Flas tani këto fushat që janë aty më për mete këto. Që tek fush, po. Gjithsesi mendoj që janë. Prap Europa ka një fush për 3.500 banor. 3.500. Po. Ne jemi bëhet tani 7 fish më 19.000. Po. Kështu që vazhdojmë me foton tjetër drejtor të shkojmë synimet e federatës që pasur një mandat që nuk e di. Ndoshta këto kombëtarja e ka ngritur pak këtë punën se për pjesën tjetër unë superioren, a biznes superiore nuk e shoh me meritje cilësie. Ja. Madje sidomos në përballjen në Europë. Kjo është për futbollin e femrave. Po. Dyfishimi i numrit të femrave që luajnë futboll dhe regjistrimi së paku 4.000 futbollistëve femra deri në vitin 2025. Aktualisht kemi 2.000. Po. Kjo thanë është bërë 50%. Po. Edhe kjo krimi që të ekipeve të futbollit për femra brenda kot. Domethënë futbolli i femrave nuk do ta nxji fare, po ka arritur 50% të objektivit dhe kjo prapë është e diskutueshme sepse ne nuk e dim sa kanë qenë para 4 vitesh femra. Sepse është 4.000 futbollistë femra, këtë 2.000. Pastaj këto çdo ekip femrash në Shqipëri këtë një trajner femër, kurse të trajnimit, këto okay, pastaj këto kurse të trajnimit i çajnë këta. Të paktën një femër në komitetin ekzekutiv të FSHF-s deri në 2025. Këta e kanë realizuar. Është Anila Basha. Anila. Pastaj këto të licencimit, krijimi i ekipi kombëtar, synimi vendosur për ekip kualifikohet. Edhe ky synim i fundit mund ta lexosh vini nuk e di ashtu e kap dot synimi vendosur është një ekip femrash të kualifikohet për në ligën e kampionave të UEFA-s për femra në vitin 2025, deri në vitin 2025. Po këtë kanë arritur në Champions. Po. Kanë arritur. Vllaznia, po para 2 sezonesh. Po. Është kualifikuar në fazën e grupeve. Po. Ka qenë me Po që luajti me Parisin, Realin dhe me Chelsea. Po. Po, e ka bërë, po. Këtë kanë synim prapë më duket. Shumë mirë. Vllaznia për shumë mirë. Po e bëri vllaznia e bën se s'ka tjetër. Për femrat e realizojmë se te utopike do ishte te futbolli i djemve. Në grupe? Një ekip në grupe. Të Champions League-s? Po. Sa larg mund të jetë? Shumë larg. Shumë larg. Pse më janë futur vitet e fundit ekipe kështu. Edhe ekipe që s'kan pasur ndonjë lloj historie. Për shembull, po kjo në Rusi si ka kjo s'po më vjen tani. Kairat Almaty. Që është në fund të botës. Po. Çka ka ata leka ata vetë. Po. Hiç po abili, thonë ndër nga Vlora. E ditja të hiç po abili. Vazhdojmë o drejtor na Dgjoj. Na nxirr sa synime të tjera kështu. Ta bëjmë mësuar një herë me po patjetër.
Unë me roze jam. Si ndaj me roze unë, çdo emision. Cola, lemonad, tonic water. Lajthiza. Hajri Elezi i ke qarë këto produktet e lajthizës. Gëzuar dhe nga drejtori. Këtu vini, është rritja e numrit të personave që luajnë futboll në gjithë Shqipërinë. Po? Këtu është ka qenë 18.000. Po, sa është një? Këta thonë është 24.000. 24.001, se edhe ti që luan. Po edhe unë jam i regjistruar. Ke fut aty po. Po në Sunday League. Regjistrimi 23.000 lojtarëve deri në 2025 sipas tyre kanë arritur. E verifikojmë. 24.000. Po tani ata kanë nxjerrë 24.000. Dhe synimi është që deri në 2030 të rritet me 2.000 domethënë. Me 2.000. Po, të shkojnë 26.000. 26, po. Që luajnë futboll. Po, që luajnë futboll. Tani kjo e vërtetojmë se vërtetojmë, shifrat e tyre janë, atyre duhet i referojmë se nuk është se kemi ndonjë, mua më duket pak si shumë, nuk e di. Pastaj thotë rritja me 20% e numrit të nxënësve të shkollave që regjistrojnë kampionatet e organizuara nga FSHF. Kjo është shkollave, edhe kjo gjithashtu do një lloj. Pastaj dyfishimi i numrave trajnerëve të licencuar në FSHF deri në 2025. Kjo është arritur në 200%. Është arritur, a? Po kishin licencuar për 4 vite mos gaboj shumë trajnerë. Shumë. Ku do shkojnë ata? Ku do shkojnë? Po jashtë shkojnë. Ata s'din gjuhë. Po ka kurse anglisht, frëngjisht, gjermanisht. Okej. Dekord. Pse të ikin vetëm për kamaririn dhe për kuzhinierin dhe për ndërtimin? Po shkojnë të drejt të trajnojnë po ekipe, trajner që ka qenë jashtë. Trajner shqiptar. Po, ka qenë ky Peço. Ergys Luga në Kin. Ergys Peço. Peço në ku? Si thash Ergys Peço thash? Arjan Peço. Ergys Luga ka qenë Kin, në Francë. Po Peço në ka Francë? disa mo. Po. Ka disa që janë kanë kapur të tregun edhe këte nga Maqedonia janë këte. Rajoni jonë është pse? Po pra se shkojnë në ato ekipe ku flasin shqip, se nuk din gjuhë. Në Zvicër ka shumë, domethënë. Trajner shqiptar? Po tani janë nga Kosova. Kategoria 10. Po mirë, më tani ashtu nisat ajo shkallë. Okej. Pastaj kurs federata kanë bërë, nuk kanë shkuar në Converciano. Jo, ato janë kurse, ato janë kurse zërë se ke shkuar në Converciano. Domethënë janë të homologuara nga me gjitha. Po janë shumë, them unë, janë shumë dhe domethënë tregu është i përmbytur me trajner. Me trajner. Se nuk ka shumë ekipe shumë. E vërtet është, kur e mendon tani ku mund të shkojnë gjithë ata trajnerë, ku po thonë. Se një akademi mund të ketë 4-5 trajnerë. Ka që ekipe, një akademi e mirë, po them që. Po. Mund të ketë 6 ekipe moshash, ja 7. Po. Po s'janë gjithë, të rinë para të rinë kanë gjithë tjerë, ka ekipe që s'kan 21 vjeçar nuk kanë. Këto janë kur e mendon. Mund të bëjnë punë të dyta, vetë licencën ta kesh, se mund të vi momenti i kësaj, po. Gjithsesi, te pjesa e FSHF-ja, te pjesa e licencimeve të trajnerëve ka ecur mirë, domethënë ka nxjerr prurje. Ka pasur prurje. Vazhdojmë o drejtor me foto. Tabelën, ç'është kjo? Rritja e investimeve për pjesëmarrjen në futbollin e bazës deri në 2025. Ç'është kjo? Fillimi i shkollës së futbollit FSHF deri në 2023. Ç'a shkollë është kjo? S'kishte mësues. Krijimi i lidhjes së skuadrave të shkollave në ekipe superiore deri në 2025. Si? Krijimi i lidhjes së skuadrave të shkollave në ekipet e superiore deri në 2025. Ku? Po këta çudite. Po këta si kanë dhënë ata kasi. Po këta kanë bërë futbollistë tuaj pa limit, si për çfarë? Tu thotë në defter thonë ndryshe, vini thotë që do ketë shkollë futbolli FSHF deri në 2023. Po zgjedhën mësues. Ti fillove aty te shkolla. Ti fillove vazhdo drejtor me fotot e tjera. Ti fillove te shkolla Bashkimfino, ashtu. Po. Kishe filluar këtu te shkolla FSHF-s. Mirë, okay. Ta kanë dhënë lek për ekipet e para. Ka shpërndar 3 milion euro tani. Ja shpërndar? Po, ato do t'i çojnë te ekipet e moshave. Jo, do i marrin ekipet e para këto.
zhvillimin dhe zbatimi i strategji për mbështetjen e klubeve deri në vitin 2023. Po këtë strategjinë e kanë bërë. Strategji bëjnë ta ndi. Po pse janë Të sigurojmë që të gjitha klubet nga 3 kategoritë e para të keni drejtor sportiv të licencuar në strukturën e tyre deri në vitin 2025. Mund ta kenë këtë. Edhe kategoritë të dytës. Jo, Drejtor. kategorisë e parë i Të para mund ta ketë, po. Po të prit mbaj pak se foton se ka një të fortë aty poshtë. Nuk e di tani të ketë Gramozia apo këto që janë kush janë kategorinë e dytë, Maliqi dhe këto mund të kenë drejtor aty. Maliqi ka ka. marrë licencë. Maliqi ka. Bilishti këto që janë. Edhe Bilishti ka, po tjera se di se kam iden. Sopoti ka. Lezhë. Edhe mund t'i kenë Beslidhja ka. Lezhë, po Malotën ka, po. Po. Do të thonë këto ekipet kryesore pastaj nuk e di nëse e kanë të licencuar, po. Vazhdojmë gjithsesi. Po. Kjo zhvillimi i ofrimit programin financiar për përmirësimin e infrastrukturës, duke siguruar që të gjitha stadiumet në Shqipëri të kenë përfituar deri në vitin 2023, të gjitha stadiumet. Edhe s'mund të kenë përfituar në 2 muaj, ka bërë një fushë aty, një kështu po. Nisja e kupës në Tereza 2022 me 100 ekipe në Shqipëri dhe Kosovë. E kishin harruar këtë. Si e komenton këtë? Ha? Si e komenton këtë? Kampionatin përbashkët. Nuk flas për të se Nën Tereza është e shenjtë, kështu që. Po mirë, synime kanë pas. E kanë harruar pra si synim. Çfarë i ka penguar? Ndoshta logjistika? Logjistika me apo s'ka interes tu, a? Mund të kishte interes? Patjetër, po. Me qile do ngelemi pak të pastaj kryerja e një studimi rrezikshëm për Ligën Aeronale, Liga Aeronale domethënë. Po. Zhvillimi plot i ligës U21 dhe kategorisë të parë deri në 2024. U21 është një vit është krijuar, një pasaj. Po aty, dëgjoj, aty 100 ekipe në Shqipëri dhe në Kosovë. Ku do i gjesh 100 ekipe më burr? Është pa mundur ta realizosh atë kupën. Shko, kupa me 100 ekipe. Dëgjoj, s'të le kalendari. Është i ngjeshur shumë kalendari. Mund të bëhet shumë, domethënë gjitha kategoria superiore, kategoria e parë, 26 sa i bie. Kategoria e dytë. Sa janë aty? 50 ekipe nga ne, 50 në Kosovë, 100 ekipe me një ndeshje vetëm. Si një ndeshje? Një ndeshje. Luhet aty eliminim këto. Ngelin 50. Po, pastaj 25. Si bie, 24, 12, si bie, 7. Po. Kjo ndoshta ka ndërmend ta. Po ti thu ta bëjmë për ta bërë apo ta bëjmë tamam? Po mirë, okay, ku është ajo? Puna është ku është? Po do ta bëjmë tani. Po i kam pasur 2022. Po mirë, këto se kanë arritur. No. Dëgjoj, ai që punon nuk do të thotë që do t'i realizojë gjitha. Se në Kosovën e kemi pjesë tonë në Po. Po pse në basketboll është bërë liga unike? Edhe në voleibol. Edhe në voleibol, po. Gjesh Kastriolli Skënderbeu, po. Po. Kanë interes ato se ti ndjek shumë. Po. Se ata kanë të voleibol, basketbollin kanë. Po. Shumë lart. Që prandaj ta bënin ligën unike, se di pse se bëjnë këto. Do kishim 6 parat, 4 parat. Ekipet më të forta do ishin Drita, Ballkani dhe këto tonat. Egnatia. Po ema, në fund kampionatit merr 4 ekipet të 4 ekipet në Kosovë dhe po finalja ku do të Albania. Aty do luaj. Ose në Pristina ose në Antalya. Ja, më Antalya. Antalya është për fazë përdiqësore, po. Superkupa Po, ata Superkupën aty e kanë. Sa spektator kishte pa? Nuk e di se kam ndjekur me thënë drejtën, po. Po sa do kisha ata që janë aty plazhistët. Vazhdojmë drejtor me fotot me synimet e tjera, domethënë se 2022 ka qenë largu. Edhe në fund kjo të sigurojmë një partner për emërtimin e të gjitha kompeticionet deri në 2023. Ktu kanë gjitha kompeticionet, vetëm kategoria e dytë kanë ngelur sepse kategoria e parë apo jo, e para s'ka emër. Vetëm superioren. Po. Edhe këtu 30% e kanë realizuar. Sepse ta shohësh kanë bërë të gjitha kompeticioneve. Vetëm superiore ka marrë emrin në biznes. A biznes superior. Koçaj. Bashkëpunim me shtetin për të marrë miratime profesion ligjore që ndihmojnë në marrëveshjen e klubeve. Çfarë më thonë? Kjo është pika më thelbësore që duhet. Po. Dhe nuk është realizuar. Ajo nuk kupton direkt ligjin e sponsorizimit. Po. Se ajo bie me shtetin. Mbajmë atë në 2022-shin, para se të
bënishin zgjedhjet, Duka, në janar ka qenë, se zgjedhjet kanë qenë në mars, janar shkurt, ishte periudhë takimesh, dhe Duka u takua me ministren Kushi. Atë kohë. Po me një çu. Po pozitet. Me zët. Dhe do bëjmë ligjin sponsorizimi, do bëjmë dhe sot e kësaj dite ka kaluar 4 vite të tjera dhe akoma nuk kemi një plan ende për se kur këto klube, këta investitor do afrohen në futboll. Ndërkohë shteti jep Kjo është. Shteti jep 2.2 milionë. Dhe tani jemi një 4 synime të paralizuara, një apo 2 kemi realizuar. Shteti jep 2.2 milionë euro në vit me një VKM sportit të padelit. Tema është për do organizohet një turne për kombëtar. Edhe? Ishte si kjo Giro d'Italia. Giro d'Italia i dha 7 milion. 7 milion. 7 milion euro. Për 3 ditë që ishte Giro d'Italia këtu dhe kujti... Ure dhe federatës më, i dha 3 milion euro për shëfës. Po. Ure, nuk duam këtë më, nuk duam, sa jo, okej, mund t'jap një frymarrje. Do organizojnë këta këtu, do shpërndajnë ato 3 milion euro klubeve. Ore, duhet ligji sponsorizimi sepse është në perspektivë vini, është për të ardhmen. Patjetër. Idhen themelet, këtë ligji që të vinë sponsorat që tani të afrohen, investitorët, biznesmenët, që të marrë edhe titrin mbrapsht tani. Çfarë të themi më ne? Nuk e di, do t'i bëjmë një kërkesë. Ai ligji i Do t'i bëjmë sponsorizimit një kërkesë kryeministrit, do t'ia shkruaj. Ne bëjmë një kërkesë për këtë ligjin sponsorizimit. Për bastë, po pastaj lekë të tjera që idhen dëm. Ai ligji i sponsorizimit do të ishte një oksigjen shumë i madh për gjithë sportin shqiptar. Po kështu siç duan ta bëjnë, ta kam dëgjuar që le vend shumë për evazion fiskal. Le shumë vend. Po shteti prandaj është edhe në Kosovë linte. Shteti është rregullator, po. Puna është Dgjoj, thotë ne. Edhe në Kosovë linte shumë vend për abuzime, Jo, po ata kanë ata krijuan praktike suksesme. E pra, kështu që Aty rezultoi praktike suksesme sepse shumë po ti shohësh ka ekipe që kanë pafund sponsora. Sponsorat të vegjël. Këtu te ne duhet që ata sponsorë që do hyjnë të kenë një lloj besimi. ne ishim bashkë kur folëm telefon me një lidhje drejt për drejt me Avni Ponarin. Po. 130.000 euro merr basketbolli. Po Në vit që sharake, Kosova merr 3 milion euro. ajo që sharake. 3 milion euro vetëm basketbolli. Ajo që sharake se okej, dakord, nuk flasim, është dhe kjo diferenca gjithmonë në botë që diskutohet Serie A, Premier Liga, domethënë lekët që ata marrin nga drejt televizive në Angli, që është ditë fish më shumë se sa në Itali. Edhe vendi fundit Po merr. gjithsesi, prap, Italia e ka gjetur mënyrën sepse është kampionati konsoliduar, kanë struktura, i nxjerrin lojtar, prap, ata shkojnë në finale Championsi. Po nuk është në rastin ton kjo. Ne jemi akoma te te Aja. Kur shkojnë në finale Champions? Po Interi shkon 2 vite dhe ka shkuar 2 herë në finale Champions. Apo Jo, dakord. Po. përpara Juve finale Champions. Po, Juve ka humbur shumë finale Champions. Ke Milani që ka më pa. Domethënë gjithmonë te pjesa financiare ata janë poshtë, por gjithsesi arrin rezultate. Ne jemi akoma te Aja. Ne jemi akoma si hyn lekët në sport. Si duhet të futen dhe regulatori që ende sot e kësaj dite FSHF-ja, që unë e shoh pas shtetit përgjegjëse kryesore që nuk ka qenë e aftë që të bëj ligjin e sponsorizimit. Që aktorët e saj t'ju japë të lehtësi. Unë këtë pikë kam vetëm, këtu kam kritika shumë të forta, pastaj të tjerat jam dakord sepse normalisht ka shumë faktorë që mund të ndikojnë për mos realizimin e disa synimeve. Shumë faktorë të jashtëm të brendshëm, çështje fatje pafund. Po kjo është pikë nevralgjike. Kjo e them, nuk dua ta shtoj më, vazhdojmë detor nëse kemi ndonjë foto tjetër apo jo. S'kemi, ë? Jo, më kemi, më duket se ka akoma synime se ka qenë një 70 faqe ajo. Ç'a thua? 70 faqe kjo strategjia për futbolli për kombin quaj kjo. Futbolli për kombin. 2022-2025. Jo, kjo në fakt E fundit. është foto e fundit. Kjo është e strategjia e 2026-s. Kjo janë synimet të Tani, po, për tani. objektiva për ekipet kombëtare mbeten pjesëmarrja e ekipit A në turnet final europian dhe botëror dhe renditja në vendin e 50. Të FIFA-s. Ne Ekipi- jemi 62, 63 sa jemi. Dhe kjo që ka e bukur shumë kjo. Po. Dgjoj, kjo që ka shumë e bukur. Zor. Ekipi U21 thot kalimi i fazës së grupeve.
në Europian. Po. Sepse të kualifikuar jemi direkt. Pra kualifikuar. Qëndrimi në Ligën B i ekipit kombëtar të vajzave dhe synimi për të kualifikuar në kampionatin Europian 2029 në Gjermani. Renditja në vendin e 50 FIFA-s. Si duket ty? Kjo për mendimin tim është pak e vështirë, normalisht. Por jo e tash 63. 63, jo, kjo është 63 e kapshme. Po, ne na penalizoi pak kjo se ishte edhe synimet më përpara, po, më kemi edhe foton që ishte kualifikimin europian. Po. Sepse do thonë që pse nuk na kanë përmendur. Ishte synim kualifikimin europian 2024, që e arritëm. I arritshëm. Dhe arritëm. Pra, synimi për të kualifikuar në europian u arrit. Por aty pika e dytë ishte që qëndrimi në Ligën B të Nations League, Ligës e Kombëve. Mirë, okay, dakor. S'ka gjë, dëgjoj. Edhe tani. E japim. Edhe tani. Bëjmë vetëm në cykllin botëror, jo, po të shkojmë në Ligën D. Shkojmë botëror edhe le dalim vend 200. Po të shkojmë botëror. Këtë do, do e zgjidhje. Po. Me qef. Gjithsesi, kjo ishte ajo synimi që Okej. Urrëzuam, tani kanë thënë që përsërit të ngjitemi. Besoj që nuk është çështje. Liga C është shumë ato ekipet që pa shumë, kur ti det shorti, besoj nuk ta kemi problem ngjitjen në Ligën B. Kë kemi kundërshtar të fortë? Po tani pse më bën që ti jap tani? Jo, kështu. Po ka ekipe kështu dorës si bie këto, që janë këto Kazakistan me këto poshtë nesh këto. Po. Që janë vendi këto Çipro këto. Moldavia këto. Po Serbia ku është apo jo? Jo, në Ligën A më duket. Ligën A? Po më duket në Ligën A. Jo. Apo do duhem parë tani këtë. Okej. Nuk bënem po. Puna është që vendi 50 për mua minim arrihet me një performancë që edhe sikur ne nuk arrim dot në botëror edicionin tjetër, ne duhet që mos bëjmë oscilacione pa fallë gjithmonë lart poshtë, sepse do të thonë ekipet e tjera fitojnë në ndeshjet e Ligës C, ti fitojmë 6 ndeshjet. Po, brenda jashtë. Po. Është vërtet. Është vështirë. Aty për shembull mund të marrim shumë pikë, që mund të na ngrenë në renditjen e FIFA-s. Po, dëgjoj, unë kam mendjen ke 26 marsi. Ti ke mendjen 26 marsi? Po. Synim është ajo kualifikimi botëror. Po. Dash zoti. Ka një dy prapaskena kjo, që i ka marrë vesh të fundmi. Po. Nuk e di, biletat nuk kanë dalë akoma në shitje. Mësa ti unë, por me Polonin. Po, me Polonin. Po. Por është ai 5% që i famshëm i ekipit udhëtues. Po. Që i bie diku te 3200 bileta. Po. A 3000 diçka e tillë dhe federata ka lobuar që ky numër të shkojë dhe ka shkuar 4000 deri tani. Po. Domethënë deri tani PSF-ja ka arritur të sigurojë 4000 bileta për tifozët e saj. Dhe po punon për të arritur 20% kapacitet. Po kjo është pak e vështirë. Si po punon? Po punon pra po negocion që të marrë 20% të stadiumit aty për tifozët shqiptar. Mund ta marrë? Më thanë që është shumë e vështirë për të realizuar. Po. Po do ishte, nëse arrin pastaj do ishte shumë e madhe. 20% i thonë diku te 10.000. Jo, 12.000. 14.000. Po mos sa është 50. Po nëse 5% është 3.500, 20% është 3.500 herë 4, 14.000. Ai më diku aty, ai sa është ai 60.000 vend, 58.000, 57.000 vend. Shumë mirë. Kjo do ishte domethënë pastaj po çështje mbitor. Por ka një lajm tjetër të keq. Po. Domethënë jo tjetër, po ka një lajm të keq se ky është lajmi i mirë që nëse ne arrim atë, që Polonia ka rifutur sërish në stadium ultrasit. Po mirë. Tifozët, po si ka pasur pra? Ndeshjet e fundit. I ka eliminuar me stil. Pritet konfirmohet një lajm i mirë për ne që Lewandowski mos luaj. Po ajo është hipoteza jote që do luaj. Ai është mallkimi jot po. Jo s'është mallkim. Po lutem, jo. Po çfarë? Unë s'di të mallkoj. Jo, ma e thonë sa vesh ka bre. Okej. Po thoya që edhe nuk është pak impresion me ata huliganët, janë huliganë ata polakët. Janë të tmerrshëm. Problematik dhe i ka lejuar prap në stadium, vetëm për ndeshje më na. Dgjoj, ne s'kemi asgjë për të humbur. Ajo është një ndeshje, unë them që ne më mirë që luajmë jashtë, pa presion,
ne rolin e outsiderit e bëjmë shkëlqyeshëm këtë gjë. Po shpresojmë, nuk e di, shpresojmë që nëse kjo është nga pikat kryesore të FSHF-s synim, edhe mund të arrijmë ose çdo një tani kombëtari jon ka ecur. Shumë. Duhet të parë dhe premio që kanë vendosur këta për Po. kualifikimin. Thot drejtori i rafën për Europian, thot. I njohim si kundërshtar. Don i rafën për Kështu vini se ti je mi brez tjetër, jemi mase. Mua dhe mban mend që këto kundërshtarët si Polonia, për shembull, të kujtoj, Çekia, Bullgaria. Që kemi mundur të me Silvinjo. Janë tabu, janë thyer nga Silvinjo. Kemi pasur një Ë? ne kemi qenë një herë më afër se kemi qenë një Ka mundur tjetër një ekip që nuk e kishim Serbia. Serbia. Ne Këto ekipet e lindjes, Poloni, Çeki. Po me këto ne nuk Dgjoj, përballeshim. po ne kemi një rezultat shumë pozitiv 2-2 në Poloni, ka qenë në Milec. Në Milet. Po, Është një fshat në Ersek Milet. ashtu ha? Është dhe një fshat në 84-ën 2-2. Ka bërë Bedrio Muri një gol fantastik. Edhe ishim shumë afër botrorit. Pra, domethënë Dakor, po flas fitore. Ta thyesh, po. ta thyesh, të shkosh me 3 pikë. Po, Nuk kemi pasur ndonjë. e thyem pra. Dakor, po pa ardhur Silvinjo, Po. ky ishte edhe ndoshta edhe një merit e këtij që thyem disa tabu. Shekin, se kishim mundur ndonjë. Edhe Po. Çekoslovaki ka qenë përpara. Asnjë. Dhe ky bëj. Bullgarin. Dgjoj. E mundë miqësore. Miqësore. Nëse Bullgaria sot është shumë dobët. Po mirë më tani ose jemi rritur ne. Jo, Atëherë, përballesh me Bullgarin ti? S'përballesh atë. që ne jemi rritur, kjo diskutohet, jemi rritur shumë, po Bullgaria shumë e dobët. Dgjoj, e mban mend ndeshja e parë e Silvinos ishte në Poloni, Po. 1-0, dhe ne lutëm shumë mirë. Kështu që urojmë që të luajmë paq mirë dhe të shkojmë në finale me Ukrainën ose Suedin. Është një garë e fundit që të Po? përmbyllim dhe titullin e podcastit, Po? që domethënë disa synime në përgjithësi, federata nuk është se i kishte arritur, më thënë, Po. flasim realisht. Ka bërë punë të mira normalisht, por Po. një pjesë të mirë të atyre synimeve nuk ishin realizuar. Ndërkohë, në zgjedhje besoj Duka besoj do fitoj. Po. Apo jo, Po kur s'ka kandidat patjetër që do fitojë. kështu që ta gëzoj mandatin e 7 në Okej. august. Shpresojmë që sa më shumë arritje Sa më shumë fusha të reja, me bar natyral. me bar natyral, Si te drejtor? Se nuk e dëgjuam? Në mandatet 8 në mandat të 8. Po pse 8, 9, 10? Sa t'ja lejoj Zoti. Po ashtu është. Okej? Hajde. Përshëndesim. Tunk.